Naima Malazezi ka lindur me 9 prill të vitit 1965 në qytetin e Prizrenit. Naima Malazezi, sikurse edhe shumë fëmijë të tjerë, e donte sportin. Fillimisht sprovoi veten në gjimnastik, ndërsa më pas kaloi në mbretëreshën e sporteve, në atletik, ku e kaloi një jetë të tërë, ku dhe tani është duke arritur suksese briljante. Dashuria për atletikën dhe vullnetin që ai kishte ka sfiduar në gara, e detyruan Naimin të ballafaqohej me shumë sfida e rreziqe. Ai më parë për televizionin Besa në patë rrëfyer. Kam qenë kampioni Kosovës 55 herë, si dhe aq herë fituesi Kupës së Kosovës dhe rreth 80 herë fituesi garave të ndryshme në Kosovë dhe i shumë garave jashtë saj për dekada të tëra. Fituesi çmimit të nëntorit 1983 dhe i dhjetorit 1989, nën kampioni ish Jugosllavisë, shumë herë kampioni garave vllazënimi bashkimi, ku kanë marrë pjesë atletë nga Maqedonia, Malizi, Serbia e Kosova. Shumë herë i shpallur sportisti i Prizrenit, shumë herë i shpallur atleti i Kosovës, si dhe disa herë ndër sportistët më të mirë të Kosovës, rekorderi i Kosovës që nga viti 1982, e pastaj edhe ndër senjorët nga 1983 e deri më 2021 matje elektronike, si dhe matje dore, rekorde dhe në ditët e sotme. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.